këta sot garën e kanë të ushty cili ka vjedh ma pak. Jo cili s'ka vjedh. Kjo pjesa e këta akuzave për mu është shumë ma problem me qenë deputet i dopt se sot deputet që e ki një akt akuz. Unë është me qenë deputet shumë i mirë me pasu dhe një akt akuz, s'po flasë për keq përdërim të detyrës zyrtare, po edhe për atë, cilën se ki përfundu, po njëkohësisht me qenë deputet shumë aktiv. Unë mendoj që kuvendi vun prej maqinës së votimit. Kuvendi është shëndru tashmë në maqinë votimi, ku shumica parlamentare në shumicën e kohës është totalisht e heshtur, votojnë ligjet që nuk i kanë lexuar fare, nuk dalin me imbrojt ato ligje, sepse nuk i din, edhe që që keni pa, koordinimi ndodh me një grup në WhatsApp ose Viber, ku thojnë pika 7 votoni për, pika 8 votoni kundër. Nuk e kanë fare iden çka janë të votu. Çka është arsyeja? Pritojnë me punua çka? Qere, tash është bo, dhe partia fituese është bo letë me qenë deputet, sepse barrën e fushatës e ka marrë lideri, është partia një personi, pronë e një personi, të tjerët janë thjesht ato minions që punojnë. A i ka venon që të në minions, që dikush pja krymë punën? Tash, deputetve ju kam venon mos me qenë aktiv, sepse marrin gatshëm punën që atë pagën, krejt privilegjet e pushtetit, edhe liderit i kam venon mos me pas deputet aktiv, sepse nuk sfidohet. Më thonë, problemi i kuvendit për mua është le që nuk sfidohet prej deputetve të vetë, për nuk po sfidohet as nga opozita. Me pas deputet të heshtur të opozitës në një pushtet që i ka 51% për mua është e pafalshme. Me pas qenë pushtetin 20-30 me koalicione me kështu, është ma gjithë përfshirës. Ka që pak jenë opozita dhe mos me folë kur është e pafalshme. E more një kriter të integritetit që e tha Asani për mos me folë, mos me qenë aktiv, cilën krejt populli për e sheh. Po pjesa tjetër integritetit, akt akuzat, dyshimet për vjedhje që e ka bo tjetër kush në emën tëne, po prap i ka bo, qëfar debate që po bojnë parti për qëtose? Qëre, këtu kanë dështu se cila parti, sepse në momentin kër u bojë madhe vjedhja votave mes kandidatve, u bojë një urgjencë e reagimit edhe kretë lider të reagun, kemi me reflektu tash, zare pretshin që s'ka me pas zgjedhje, rridhimisht s'kan me pas nevoj me mbajt fjallën, po ja që zgjedhjet erdhen me njëherë, edhe i hangrën fjallë të veta se cili lider. Do më thonë, këta sot garën e kanë të ushty cili ka vjedh ma pak, jo cili s'ka vjedh. Do më thonë, a i thot, ju e keni garu ato në prezident i ka vjedh 8.000, a i thot, po edhe ti e ki një me 2.000, po na, i kena 2.000, jo 8.000. Pra, nuk është ideja nësë me garu heq. I farmyre u shpërbly njeri që ka vjedha? U shpërbly në kuptimin e kaloj filtrin. Filtrin cilin e pat vendos vetë kryetari partisë, kujtohet Bedrej Hamza, pat dal, pat thonë, ata që janë të përfshim në këtë punë, nuk do të futen listë. Dega e Prizrenit të dalë ka thonë, ata që janë ka qenë përfshin, ne nuk i fusim listë, edhe erdhen nuk katapultuan nga qendra.